në një emision televiziv mbrëm në mënyrën më të papërgjegjshme për të damkosur opozitën, për të mbuluar krimin e shëmtuar të djegjes pallatit, deklaroi se asnjë deputet i opozitës nuk ishte aty. Paturpsia mediatike nuk mund të ketë kufi tjetër përveç kësaj. Kur unë para jush denoncova Edi Rama dhe Erion Velin si autorët kryesor të zjarrit dhe Armand Lilon, të cilën e mbrojti Edi Rama, e mbrojti Edi Rama, sepse doli tha do ta ndërtoj ndërtuesi, po megjithëse ndërtimi nuk është përgjegjësia e ndërtimit, ajo që ndodhi. Në një kohë kur Armand Lila ja ka mbathur, dhe unë i thash, po qoftë se ti pafajshëm, pse ja mbathja ai? Në të gjithë të kontekst organizohet si artilleri mashtrimi, top tuneli për të sulmuar opozitën, që nuk çau kokën, që ka lidhje me Fatmir Xhafin, se tani në luftën Balluku Xhafa duhet të ndërhyjë opozita. Po pse është bërë tunel topi, opozita nuk ndërhyn.